kalojmë tek receta e dytë, çfarë përgatisim? Kemi disa qofte me lakër, Po. karot, për ta kemi këtë rezultat të karotës, normalisht presim karotën në fije, me anë të qëruese së me anë të kësaj këtu. I presim të gjitha në fije dhe më pas i presim me thik, i vendosim njëra tjetrën, mbi njëra tjetrën dhe kemi këtë rezultat. Po, të Do të shtoj. Të shtoj. Kripën. Pakos piper. Vezën për ta lidhur. Korvez. Më thënë, më e kuqe është e vezës ovital, e kuqe e vezës ovital, sa vetë karota. Ose, po thuajse në një, aq të theksuar e ka ngjyrën. I miksojmë që të lyen dhe të lidhen një me anë të vezës. Shtojmë tani edhe Shtojmë pjesën e 27. 27, po. Të gjitha. Normalisht që duhet i lë paksa të ndërthurën me njëra tjetrën. Pra, prijeni imët Po. me qëruesen e patateve, lakrën e bardhë, karotën, shtoni aty një vezë, krip piper të zi për të rregulluar shijen dhe nise shten, 2 lugë gjelle nise shte për masën që ne kemi. Dhe ja si që shikni ato zbuten kripa, pa tjetër që do t'i Si noodlesa. lëshoj. Shiva, si noodlesa. Nëse ju kërkoni të bëni noodlesa të rreme, normalisht, si që keni të prerë lakrën, gjethi i vendosin lakrat, pak koçanin e fort dhe i prisni hol. Kalojni pak në ujë të nxehtë dhe shtrydhini mirë. Më pas në tigan me soja, me fara susami, keni një Super ide kjo. po. Për gjeneratën Z kryesisht që i konsumon dhe i do shumë noodlesat. Pra i presim kështu në shirita, një vlim, po thot Albana, që ti imitojmë noodlesat, edhe pse këtu nuk prodhohen, janë të importuara. Prodhohen këtu, patjetër që prodhohen, Prodhohen, patjetër që prodhohen. Prodhohen edhe është një prodhim shumë i arirë. Super. Nëse arrim që të sjellim atë shijen e vërtet që ky brez e dëshiron, pse jo, ndonjë ditë na e rekomandon Albana, se i ndihmojmë shumë mama të reja që detyrohen t'ju blejnë kalamajnëve, noodlesa, që faktikisht nuk e dim nga kanë origjinën, çfarë përmbajnë e tjerë, kur i gatojmë në shtëpi më të qetë. Në Partizanën që ka prodhuar noodlesat. Dhe e përshëndes. E di vetë Partizania. Tani do t'i lëm pak të qëndrojnë, besoj, të zbuten pak nga kripa, vezën, gjithashtu erzat, si çdo brum qoftesh që ka të nevojshme të qëndroj, pas kemi dhe 3 të verdha vezësh. Që me sa përfytyroj, do t'i vendosësh pjesë në tigan dhe në mes do vendosësh një të verdhë vezë, bukur fort. Do t'ja u tregoj dhe një recetën, çfarë përmbajnë qoftet me lakër dhe me karot, shumë të shishme duhet të duken, edhe të bukura kështu, edhe të bukura për t'i parë. Ju duhet një lakër e bardhë, e vogël, mund të bëhet dhe me lakër të kuqe kjo? Ja. S'bëhet me lakër të kuqe, jo tjetërsohet shpia. Okej. Se është e përcaktuar, pra një lakër e bardhë e vogël, 3 karota, një lugë gjelle niseshte, 4 vezë, krip, piper dhe vaj për skuqe. Tani ju e ndoqët procesin, po i lëm të qëndroj dhe pak më gjatë masa. Jemi rikthyer, vazhdojmë punën në kuzhinë, të skuqim qoftet e para me lakër dhe me karot. Shifeni pak sa bukur duken në tigan kur t'i skuqni edhe kur t'i shërbeni në tryezën tuaj. Pra, mblidhet me anë të vezës që shtuam tek përzierja, mblidhet lakra edhe karota, e bën këtë punë pak veza, pak nisështeja, dhe qëndrojnë kështu kompakte të pandara me njëra tjetrën, e shtuam në tigan me vaj të nxehtë, vaj
vaj bimor për t'i skuqur, vaj për skuqje, dhe shtuam dhe një të verdh feze. Vetëm të verdhën, në një hapësirë aty në qendër, po. E ndihmojmë për t'u skuqur. Mund të vendosnim edhe një kapak, por për ta parë ju duhet të punojmë çik në mënyrë transparente që të tregojmë komplet gjithë procesin e skuqjes, se ashtu dhe mund të krijojë pak avuj edhe. Patjetër, po. Pra, kjo mas i bie, do të na sjell 2-3 qofte që janë shumë mjaftueshëm, kanë proteinën aty vezën. Edhe padyshim përfshim edhe perime në këtë gatim. Siç u thash, nuk ka rrezik për t'u ndar fije, është një mas e plotë. Albana do të na sjelli edhe të parën, kështu do të vazhdojmë edhe me 2-3 të tjera, varet sa masë kemi këtu. Kthejmë, super. Ups, e para. Duket shumë e shishme. Edhe kjo lakra, kur skuqet, pra kur gatuhet në këtë formë, merr dhe kur tjetërsohet, merr një shije më të mirë, më të këndshme. Këta ndajmë në 3. Kështu dhe të verdhën tjetër. Sërish pak piper, sill dhe pak krip nëse duhet. Ja, dhe kripën për tek pjesa e të verdhës. Dhe skuqim. Kështu pra e ndërtuam këtë recet me qofte me lakër dhe me karot. Shohim së bashku edhe një herë përmbledhtazi, përbërësit çfarë ju duhet për përgatitjen e kësaj recete të shpejtë. Një lakër e bardhë e vogël, 3 karota, një lugë gjelle niseshte, 4 vezë, krip, piper, vaj për skuqje. Do ta gjeni recetën të postuar edhe në kanalin tonë në YouTube, pak minuta më pas, me gjithë mënyrën e përgatitjes dhe me videon përkatëse, si kundër edhe glikoja me lëkurat e agrumeve, që e kemi lënë në punën e sipër, në procesin termik, për t'u trashur pak lëngu, le të themi, i sheqerosur, sheqeri edhe lëkurat bashkë me aromat i shtuam gozët e karafilit, vaniljen, ka shumë aromat mira aty. Përsëri lëng limoni. Për shembull, për glikon, mua nuk më duhet lëkura e limonit të hollë. Duhet lëkura e limonit të trash, sepse edhe limonat janë të ndarë. Ashtu tani u lidh ajo, e kthem nga ana tjetër. Pra, mundohuni ta bëni dhe të shtoni lakër edhe karot, aq sa të mbajë edhe spatula që do ta ktheni. Mos jetë më e madhe se jo, edhe pse nuk ka rrezik, se çdo kush mund të jetë skeptik nëse ngjiten, qëndrojnë ashtu apo jo. Jo, duhet edhe tigani që tjetë mos ngjisi. Patjetër, jo, për ngjitjen pastaj është tjetër puna, jo. Tigani është kryesori. Një tigan që nuk ngjit, por edhe kjo mas, duke shtuar niseshten, duke shtuar edhe vezën, lidhen mirë me njëra tjetrën dhe nuk hapen, pra nuk qëndrojnë më vete. Ajo është dhe një e plot, servirim i vendosni pastaj një letër për të kulluar yndyra tepër që mund të jetë marrë nga skuqja dhe e keni gati. Mund ta shoqëroni pastaj me gatimet tuaja të preferuara, me ndonjë sallatë, çfarë keni gatuar për drek, por që ja është një ide e këndshme për ta shfrytëzuar edhe lakrën, edhe pak kohë sa është në treg, edhe karotat. Ajo u bë si më buçko. Po.
Praktikisht duan Ka që aq. vaj i duhur. Po mirë. Tani unë e kam është goxha e madhe, gjë që unë nuk rrezikoj Kjo dot. është e duhura. Kjo është danoso kur themi. Mund të vendoset edhe në një paninë në mes, pse jo? Atëherë. Ja. Edhe të fundit. Bëjmë edhe e kemi të para fundit se e bëra më me namuz. Super. I vendosim të gjitha pastaj në një pjatë të shërbyer. Pakës krip fare është e këtu. Dhe ka kulluar aq sa duhet. Nëse doni pak më tepër, do të jetë ftohtë shijojnë akoma më shumë. Dhe të fundit. ja, kësaj sa kisha bërë folen mirë. Se duhet të krijohet ajo gropza e duhur. Qofte me lakër dhe karota, kështu që përfunduam edhe me këtë recetë.